që bën të këndshme pleqërinë. Ai që planifikon ditën e nesërme mbetet gjithmonë i ri. Kush ka shëndet dhe liri, të mos mirakoset për moshën e tij. Mosha e vjetër ka nevojë për pak gjëra, veçse për ato, ajo ka vërtet shumë nevojë. Nipërit e mbesat janë mënyra e Zotit për të na bërë të këndshme pleqërinë. Përmbani zemërimin që të ndaloni plakjen. Të vjetrin nderoje, të riun mësoje. Vlera e martesës nuk është se të rriturit bëjnë fëmijë, por sepse prej fëmijëve formohen të rritur. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.